رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të playlistës me intervistat bashkëkohore. Jemi sot në përmbledhjen e një interviste të re inshallah, e cila është në vazhdim të asaj çfarë kemi nisur, në të cilën po paraqesim përplasjet midis qytetërimeve të ndryshme që po ndodhin aktualisht në rajone të ndryshme në botë. Dhe më konkretisht, kjo e sotshme do të jetë e para e një serie prej 5 pjesësh, e cila do të trajtojë disa intervista të një analisti të rëndësishëm britanik, i cili quhet Dr. Andreas Krieg, i ftuar në për emisione të ndryshme, shumica e tyre emisione amerikane, të përmbledhura me pika në gjuhën shqipe nga anglishtja, dhe që trajtojnë kryesisht çështje të trazirave në lindjen e mesme, pra rajonin e Gadishullit Arabik dhe çfarë ndodh anë për qark në Gadishullit Arabik. Dhe kjo është pjesë e skemës më të madhe globale për të cilën kemi folur më herët. Pika e parë për sot thotë: intervistuesi i emisionit në YouTube The Thinking Muslim, pra muslimani që mendon, prezanton të ftuarin e tij të ditës, Dr. Andreas Krieg, për të diskutuar rreth temës me titull The Blooded Emirates: How the UAE Fears a Free Muslim World. Ky është titulli i emisionit në anglisht. Pra, Emiratet e përgjakura, kështu përkthehet në shqip, si Emiratet e Bashkuara Arabe i friksohen një bote të lirë islame. Pika numër 2. Dr. Andreas Krieg është një akademik dhe analist i sigurisë dhe i gjeopolitikës, i lidhur kryesisht me King's College London, pra kolegjin e mbretit në Londër, dhe me studimet mbi lindjen e mesme. Pika numër 3. Intervistuesi bën një hyrje duke përmendur se Emiratet e Bashkuara Arabe, prej disa kohësh tashmë, po përpiqen të pengojnë shoqëritë civile nëpër vendet e ndryshme islame, me pretekstin se janë duke investuar për të luftuar terrorizmin në ato vende, dhe ndërkohë duke fuqizuar së tepërmi krahun thellësisht laik në secilin prej tyre. Pika numër 4. Ata po sillen si një ngacmues në rajon, duke penguar pakësimin e pushtetit të çfarëdo diktatori në botën arabe, duke shfrytëzuar lidhjen që kanë me Izraelin. Pika numër 5. E nis intervistën duke i kërkuar të ftuarit që të bëjë një hyrje në lidhje me këtë temë, të cilën ai e ka trajtuar nëpër artikuj të mëparshëm të shkruar publik. Pika numër 6. E fillon përgjigjen duke thënë se Emiratet janë një vend i vogël nga aspekti i të gjithë parametrave të mundshëm, me një popullsi prej 10 milion banorësh, prej së cilëve vetëm 1 milion janë qytetarë të vendit, ndërsa të tjerët janë të huaj. Pika 7. Po ashtu është vend i vogël nga aspekti i GDP-s, 500 miliard në total. Pika 8. Megjithatë, kanë arritur një sasi ndikimi nëpër rajon që neve të tjerëve që nuk jemi mësuar me diçka të tillë nga një vend aq i vogël na duket çudi. Pika 9. Kanë investuar dhe në disa raste kanë themeluar milici nëpër vende të tjera, po ashtu punojnë nëpërmjet korporatave ndërkombëtare dhe kanë fituar ndikim. Pika 10. Kjo bën që ata të distancohen dhe të pretendojnë se s'kan lidhje me asnjë aktivitet negativ që mund të zhvillojnë këto rrjete njerëzish privatisht, lidhur me pastrim parash, korrupsion e tjerë. Pika 11. Megjithatë, kanë të bëjnë sepse udhëheqja e vendit e ka mundësuar këtë në formë strategjike dhe jo të rastësishme,
ndonëse në mënyrë të ndryshme nga ç'mund të bëjnë vende komshie në rajon. Pika 12 e pyet intervistuesi se çfarë ka bërë këtë vend kaq të vogël, kaq të pushtetshëm papritur dhe si ka filluar kjo dukuri. Së pari në lidhje me këtë, duhet të përmendim diçka dhe nga ana jonë, që është e vërtetë që Emiratet e Bashkuara Arabe kanë fituar një sasi të konsiderueshme ndikimi në rajon, por për fat të keq ky ndikim është vazhdimisht shumë negativ, jashtëzakonisht negativ, dhe pse normalisht do të mund të pritej që nga një vend musliman ndikimi të jetë pozitiv, por se e vërteta është që politika dhe mënyra e menaxhimit të këtij vendi nuk e ka fare në agjendën e vet që të ndikojë në mënyrë pozitive, përveç se sa për sy e faqe dhe në sasi shumë të vogël, në mënyrë që të maskohet ndikimi i madh negativ i këtij vendi. Si në çdo rast tjetër të ngjashëm, themi që nuk është përgjegjësi dhe faji i popullsisë së vendit për një gjë të tillë, por se drejtuesit e vendit kanë përgjegjësi shumë të madhe dhe në ditën e gjykimit, në rast se nuk pendohen, është e pritshme që do të kenë llogari të vështirë. Pika numër 13. Përgjigjet se kjo ka filluar në kohën e ndërrimit të regjimit në Egjipt si fillim, gjatë pranverës arabe. Pika 14. Në atë kohë administrata e Obamas ishte në mëdyshje nëse duhej apo jo ta mbështeste Mubarakun, i cili ishte në pushtet më përpara dhe më pas u rrëzua nga pushteti, dhe si përfundim vendosi ta braktiste dhe të pranonte qeverinë e vëllazërisë muslimane dhe presidentit Mohamed Morsi, kështu që Emiratet menduan që duhej të fuqizoheshin vetë sepse mund të braktiseshin nga Amerika në çdo moment. Pika 15. Ata së bashku me Katarin hynë së pari në skenë në ndërrimin e regjimit libian, ndonse në anë të ndryshme. Pra, Katari në shumë raste mund të shikohet me një ndikim pozitiv nëpër vende të tjera në rajon, e kundërta asaj çfarë ne shikojmë tek rasti i Emirateve, edhe pse mënyra e veprimit deri diku mund të jetë e ngjashme. Pika 15. Pika 16. E pyet intervistuesi se kush janë figurat kryesore drejtuese në Emirate dhe si funksionon hierarkia e tyre. Pika 17. Përgjigjet se Emiratet përbëhen nga 7 shtete të vogla të bashkuara, prandaj quhen Emirate në numrin shumës, çdo njëri prej këtyre quhet një emirat, të drejtuara secila nga një familje mbretërore përkatëse. Pika 18. 3 djemt e Zayedit janë shquar më shumë sepse janë figurat kryesore organizative që i kanë dhënë formën e sotshme shtetit. Pika 19. Muhammed ibn Zayed është presidenti, vëllai i tij Mensub ibn Zayed merri me ekonominë dhe menaxhimin e pasurisë, ndërsa vëllai i tjetër i tyre me sigurinë, rrjetin ndërkombëtar dhe fuqinë rajonale. Pika 20. E pyet intervistuesi sepse mendon që Emiratet gjithmonë mbështesin forcat kundër revolucionare në vend. Pika 21. Përgjigjet se kur ka qenë i ri, Muhammed ibn Zayed ka qëndruar një farë kohë në Marok dhe atje ka pasur pak ndikim nga vëllazëria muslimane, pastaj mbas 11 shtatorit të vitit 2001 u distancua dhe përqafoi disa qëndrime më liberale. Pika 22. Ka pasur fillimisht një forcë të vogël në Emirate, të ngjashme në disa elemente me vëllazërinë muslimane, e cila kërkonte më shumë liri dhe përfshirje në qeverisje, por nuk ka qenë ndonjëherë realisht rrezik për pushtetin e familjes së tij në vend. Pika 23. Megjithatë, kjo u perceptua si një kërcënim për regjimin dhe u trajtua si i tillë. Pra këta janë si ata që shikojnë armiq kudo. Pika 24. Ata e shikojnë çdo gjë me syrin që vetë duhet të fitojnë, ndërsa tjetri duhet të humbi dhe asnjëherë në këndvështrimin win-win. Këndvështrimi win-win në gjuhën shqipe është që të fitojnë domethënë të dyja palët. Fitoj unë, fiton ti në këtë lloj forme. Pika 25. E pyet intervistuesi nëse ata janë akoma të varur nga perëndimi. Pika 26. Përgjigjet se po përpiqen të pavarësohen deri në një farë grade, por për aspektin e sigurisë dhe armëve akoma varen nga Amerika veçanërisht, por ndërkohë paralelisht po përpiqen të krijojnë edhe mbështetje alternative. Pika 27. Në 2026
ka qenë një kompani emiratase që menaxhonte porte dhe i propozoi qeverisë Bush të kohës që të merrte në menaxhim një nga portet amerikane, por kuptohet që ai refuzoi duke thënë që nuk mund të lejohet një vend musliman të menaxhojë diçka të një rëndësie të tillë në Amerikë, pikërisht në kulmin e luftës kundër terrorizmit. Pika 28. Ndërkohë Emiratasit që atëherë përgjigjen se nuk janë si vendet e tjera muslimane dhe që përqafojnë modelin amerikan dhe britanik të kundër terrorizmit, ku çdo musliman dyshohet si terrorist i mundshëm. Ky lloj modeli është një model shumë i keq, i cili ka prishur shumë punë në paka shumë që nga viti 2001, domethënë dhe deri nga viti 2020 parafërsisht, sepse tani deri diku çik më e lehtë është gjendja, porse është edhe i jashtëligjshëm edhe i padrejtë në të njëjtën kohë, pavarësisht se aplikohet pikërisht në këtë formë siç e përshkroi domethënë autori i kësaj interviste. Pika 29. Ata kanë investuar në për organizata jo fitimprurse dhe në për think tanke, që i kemi përmendur më herët domethënë se çfarë janë, pra tip organizatash që merren me çështjet politike dhe me ndikimin në planifikimin e politikave të jashtme zakonisht, në këtë fushë dhe janë bërë kampion të këtij drejtimi në linjën e mesme. Pika 30. Në administratën Obama, pastaj nuk që shumë e theksuar kjo puna e terrorizmit, por për fatin e tyre të mirë u shfaq ISIS dhe ata e gjetën një pretekst të ri për ta vazhduar fushatën e tyre dhe fokusi është i gjithi vetëm terrorizmi islamik dhe jo llojet e tjera. Faktikisht nuk është se u shfaq ISIS-i, se nuk është se u shfaq vetvetiu dhe në mënyrë të natyrshëm, por vetë qeveria Obama me aleatët e vet e bën që të shfaqej. Pra ata qëndrojnë vetë në prapasken dhe mbrapa qeverisë Obama në prapasken qëndron sekti sionist, ata e shpikën ISIS-in dhe ata e menaxhuan çështjen e tyre për një kohë të gjatë. Pika 31. E pyet intervistuesi se pse mendon që kanë lidhje Emiratet me rrëzimin e Morsit në Egjipt. Pika 32. Përgjigjet se pranvera arabe filloi dhe tronditi disa qeveri në botën arabe, në botën islame, si në Tunizi, Libi, Siri, por më organizuara dhe më jetgjata prej lëvizjeve opozitare me karakter fetar në rajon, ishte padyshim vëllazëria muslimane e Egjiptit, e cila arriti edhe të merrte drejtimin e vendit në vitin 2012. Pika 33. Kur Morsi mori drejtimin e vendit, kishte vazhdimisht frikën se nuk do ta konsolidonte dot pushtetin dhe kjo e çoi në bërjen e disa gabimeve në qeverisje. Pika 34. Njëkohësisht, njerëzit prisnin që situata ekonomike dhe problemet e vendit të përmirësoheshin në mënyrë të shpejtë dhe kjo s'po ndodhte, ndaj në Aleksandri filluan gradualisht të shfaqeshin disa grupe liberale që dilnin si kundër Mubarakut ashtu edhe kundër Morsit. Duhet të theksojmë që më herët ka pasur një formë diktatoriale të sundimit në Egjipt dhe është zëvendësuar nga udhëheqja e Partisë së Vëllazërisë Muslimane, dhe më pas ajo është zëvendësuar nga një grup liberal i cili është po aq diktatorial kundër armiqve të vet, që konkretisht konsideron muslimanët, aq sa që ishte edhe regjimi i mëparshëm, mund të themi, pa frikë. Më pas, pika 35. Emiratet e ndihmuan këtë lloj lëvizje që të kthehej në një lloj shoqërie civile të Egjiptit për rreth 6 muaj nga janari deri në gusht të 2013-s, derisa ajo u bë opozita reale ndaj Morsit. Pika 36. Ata i asistuan këto grupe me para, informacione, kontakte dhe potencial ushtarak, derisa ato arritën të organizonin protesta me 1 milion pjesëmarrës, që është e konsiderueshme, që shikonin një imazh të prishur të qeverisë Morsi, të prezantuar prej këtyre grupeve, ndonse ishte imazhi real që ajo kishte, dhe që më pas u bën nxitëse edhe për grushtin ushtarak që ndodhi në gusht. Opinioni im personal në lidhje me këtë gjë dhe i shumë njerëzve të tjerë si puna ime është që qeveria e presidentit Mohamed Morsi ka pasur defektet e veta, por në krahasim me atë që ka qenë para saj dhe me këtë që ka ardhur pas saj, ka qenë si dita me natën, pra ka qenë shumë herë më mirë. Më pas, pika 37. Duke parë që mund të arrinin sukses edhe pa ndërhyrjen e drejtë për drejtë të Amerikës,
Ata menduan që këtë model mund ta aplikonin një vit më vonë edhe në Libi, me generalin Haftar, i cili pak a shumë mund të konsiderohet si Sisi i Libis. Pra këto janë shumë të ngjashme me njëra tjetrën, për këtë arsye dhe po trajtohen domethënë të gjitha brenda një interviste të vetme, sepse kanë shumë të përbashkëta, shumë elementë domethënë që janë jo thjesht të ngjashëm, por pothuajse të njëjtë. Pika 38. Ata kanë frikë nga shoqëria civile në përgjithësi dhe nga vëllazëria muslimane në veçanti dhe e kanë asgjësuar lirinë e shprehjes në vendin e tyre. Kjo është tipike e qeverive që kanë prirje diktatoriale, domethënë nuk është se ndodh vetëm në këto vende, mund të ndodhi në çdo vend ku qeveria dëshiron me shumë këmbgulje që ta ketë pushtetin të gjithin për vete dhe ta ketë të siguruar për gjithmonë dhe të shuaj ose të asgjësoj çdo lloj zëri opozitar. Dhe kjo gjithashtu, si shumë gjëra të tjera që shikojmë në përbot janë gjëra negative, seçka na kujton edhe neve në Shqipëri, domethënë në realitetin tonë. Pra ka shumë elemente që ne i përmendim këtu, por faktikisht i njohim po aq mirë ose më mirë se sa këta që i kanë përjetuar në këto vende. Pika 39. Ata gjithashtu e kanë kuptuar që xhamit janë vendi nga burojnë këto organizime dhe janë përpjekur t'i vënë plotësisht nën kontroll të qeverisë në mënyrë që të mos mobilizohet populli kurrë në ndonjë drejtim që ata nuk e duan. Pika 40, e njëjta gjë është edhe në Shqipëri, domethënë me sektin gylenist, dhe kryen të njëjtin funksion, domethënë që kryejnë shumë prej parive fetare në këto vende që po trajtojmë aktualisht. Funksion censure më shumë se sa funksion shërbimi në raport të atij komunitetit të cilin pretendohet se e përfaqësojnë. Megjithatë, e shikojmë që kjo është diçka normale, nuk është se jemi ne të vetmit, por se që është diçka për t'u përmirësuar, është për t'u përmirësuar padyshim, dhe mënyra e përmirësimit të saj është duke u aktivizuar gjithmonë më tepër ata të cilët nuk janë në këtë linjë negative, që të përpiqen të menaxhojnë gjërat sa më afër të duhurës që të jetë mundur në kufi të mundësive. Pika 39. Pra mund të themi që kjo do të përfaqësonte një shoqëri reale civile edhe për Shqipërinë në rastin konkret. Dhe gjithashtu mund të themi që ka njerëz dhe jo pak, të cilët mund edhe të mos jenë prej muslimanëve praktikant, të cilët do ta dëshironin një skenar të tillë për Shqipërinë në mënyrë që të ndikonte për të sjellë një sasi përmirësimi, edhe sikur kjo sasi përmirësimi të mos ishte 100%. Në kontekst të kësaj duhet të themi që kur njeriu ka mundësi të përmirësojë diçka ose mendon se ka mundësi të përmirësojë diçka, patjetër që duhet ta bëjë këtë, dhe nuk është e thënë që ose do arrihet me patjetër 100%, ose po nuk u arrit 100%, atëherë do hequr dorë. Përkundërzi, duhet të bëhen përpjekjet në raport me atë çfarë mendohet se mund të arrihet. E lutem Allahun që ta përmirësojë situatën e Shqipërisë dhe të popullit shqiptar dhe gjithashtu edhe të popujve të tjerë, në veçanti këtyre që po përmendim në këto intervista, sepse janë realisht në situata të pafavorshme dhe të palakmueshme. Pika 30 pika 41. Pika 40. Historikisht xhamit kanë qenë vend edukimi, sensibilizimi, mbledhjeje, diskutimi dhe aktivizimi për gjëra të dobishme anë mban botës islame. Faktikisht xhamit për këtë shërbejnë. Domethënë në rastin kur nuk e kryejnë këtë funksion, do të thotë që nuk kryejnë atë funksion për të cilin janë ndërtuar. Sepse nuk është se xhamit janë bërë vetëm për t'u falur. Për t'u falur është gjë shumë e rëndësishme, është gjëja kryesore për cilën xhamit janë bërë, por të gjitha këto gjërat e tjera së bashku, që të njohin njerëzit fen dhe të njohin njerëzit realitetin dhe të dinë se si ta jetojnë atë dhe çfarë qëndrimesh të mbajnë, kjo patjetër që është me shumë përparësi në çdo xhami, edhe xhamit që mund të duken si më të vogla dhe më periferike. Pika 41. Edhe lëvizjet që kanë nisur kundër diktaturave kanë nisur në ditë xumaje, mbas namazit, ku njerëzit ishin mbledhur dhe të bashkuar për të përmirësuar veten dhe shoqërinë. Pika 42. Atë që ata bën në Egjipt dhe Libi e kanë bërë edhe në Yemen me STC-n dhe kanë provuar ta eksportojnë këtë metodologji edhe në Perëndim. Pika 43. Ata kanë deklaruar publikisht se janë më të fortë në kundër terrorizëm sesa Britania dhe Amerika, sepse janë më të ashpër kundër islamizmit sesa këto vende.
Kur themi termin islamizëm, zakonisht këta nuk kuptojnë se kur Islami është një rrymë politike. Pavarësisht se Islami nuk është një rrymë politike, Islami është fe dhe është fe e përsosur, të cilën e ka zbritur dhe e ka plotësuar Allahu, i cili është vetë i përsosur, dhe kjo fe nuk ka asnjë tëmet dhe udhëzon njeriu në rregullimin e komplet jetës së tij, qoftë individuale, qoftë shoqërore. Për këtë arsye mund të themi që feja politikën e ka një element brenda vetes, sepse udhëzon njerëzit se si ti menaxhojnë gjërat, por se nuk është se është feja një degëzim i rrymave politike. Kjo përkundrazi është e pranueshme si ide. Feja qëndron më sipër këtyre gjërave, më lart, dhe në vetvete i përfshin të gjitha aspektet që i duhen jetës njerëzore. Dhe kjo është ashtu siç ka thënë Allahu në Kur'an në surën Maide: El yawma akmaltu lakum dinakum, sot e plotsova për ju fen tuaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe e përsosa mirësinë time ndaj jush. Wa raditu lakumul islam dina, dhe u kënaqa që për ju Islami të jetë feja. Këta jetë e lexojmë, meditojmë dhe referojmë shumë herë, qoftë në për hutbet e xumas, qoftë në për ditëshmërinë tonë, qoftë në për mësime, sepse realisht ky është një ajet ndriçues për mendjet e të gjithë njerëzve të cilët dëshirojnë që të jenë sa më në përputhje me të vërtetën. Pika 44. Gjithashtu ata janë të parët që kanë shpikur detyrimin për imamllarët në xhami që hutbet t'i marrin të shkruara të gatshme nga Ministria Laike e Vakëfeve. Dhe kjo në vetvete është një lloj katastrofe e cila ndodh në disa prej vendeve të muslimanëve, ku e kemi hasur këtë gjë pjesërisht edhe në Arabi Saudite, meqense këto janë vendet që i njohim më mirë. Më pas, pika 45, e pyet intervistuesi se a nuk përbën kontrast kjo gjë me faktin që shumë muslimanë ndihen rehat të shkojnë për pushime ose për punë në Emirate dhe të kenë ato aktivitete fetare që janë prezente atje, si dhe që disa hoxhallar të lavdërojnë qeverinë e vendit për mënyrën e trajtimit të gjërave të fesë dhe të jetës shoqërore në përgjithësi. Pika 46. Përgjigjet se njerëzit në përgjithësi e masin shkallën e zhvillimit të Emirateve nëpërmjet Dubait, pra Dubai është më i njohur dhe pse është as kryeqytet, dhe asaj se sa të lirë janë njerëzit atje, në një vend goxha laik, për të pirë alkool, haptazi dhe për të veshur bikini në plazh, ndërkohë që edhe pse në mes të një vendi musliman nuk shquhet për ndonjë nivel edukimi dhe dietar. Ndërkohë që supozohet domethënë që çdo vend musliman duhet të shquhet për këto gjëra. Pika 47. Njerëzit që shkojnë thjesht për pushime në Dubai, kuptohet që nuk mund ta shohin thellësisht realitetin që është prezent në vend, ku për shembull ekziston një lloj modeli pasiv sufi i fes. Këtë sufi domethënë e thot analisti, por personalisht nuk jam dakord me mënyrën e emërtimit. Megjithatë, po e paraqesim këndvështrimin e tij ashtu siç e ka. Ku ndalohet thotë çdo lloj rezistence ndaj pushtetit. Pika 48. Ky lloj modeli i fesë është shumë i përshtatshëm për ruajtjen e pushtetit të dikujt që dëshiron të abuzojë me pushtetin, në të kundërt me modelin e vëllazërisë muslimane. Kjo puna e shikimit dhe gjykimit të gjendjes së një vendi vetëm nëpërmjet pushimeve është një gjë që dhe po të aplikohet në Shqipëri, do duket Shqipëria se kur është lule, sepse po të vish vetëm për pushime dhe të rish gjithkohën me banim në Europë për shembull, do mendosh që Shqipëria është shumë lart, Shqipëria është shumë mirë, nuk ka asnjë problem. Madje përkundrazi mund të mendosh që Shqipëria është më mirë se sa vetë ato vendet e tjera, se për pushime vetëm argëtohesh dhe vetëm bën qef, themi, kurse për sa i përket punëve, shërbimeve, halleve dhe gjërave të tjera që ka vendi, nuk e shikon dot këtë gjatë pushimeve në përgjithësi. Kështu që edhe pse Shqipëria mund të duket shumë e mirë për pushime, ama nuk është e mirë për të jetuar në përgjithësi, për arsye se nuk funksionojnë gjërat ashtu siç duhet dhe këtë konstaton çdo kush, dhe është shumë urgjente që situata në vend të përmirësohet. Por akoma më urgjente është në radhë të parë të shpëtohet vendi nga ky rrezik ekzistencial i cili i kanoset nga problemi që kanë krijuar për ne sionistët. E lutim Allahun sërish që ta shpëtojë vendin ton nga ky rrezik. Më pas, pika 49. Nëse ti je një musliman në Emirate dhe flet për fen duke komentuar dukuri të ndryshme, për shembull rregullat e jetës së përditshme, arti e tjerë, nuk ke probleme. Por kufiri që ata kanë vendosur është politika dhe çështjet sociale,
ku nëse ti flet për këto gjëra, qofsh musliman ose jo musliman, mund të arrestohesh për mendimin që ke ndryshe nga pushteti. Pika 50. Nëse ti jeton aty vazhdimisht, do të duket mbytëse kjo lloj atmosfere, sepse sipas gjasave është vendi më diktatorial në lindjen e mesme, diçka shumë e përafërt me Iranin. Pra, ky është sërish opinioni i analistit, nuk di ta vlerësoj nëse janë realisht Emiratet kampioni i diktaturës në lindjen e mesme nga vendet arabe. Megjithatë, mendoj që ka një probabilitet shumë të lartë që të jetë saktë kjo që thot analisti. Më pas, pika 51, si nëse bie dakord me politikat e tyre, si nëse nuk bie dakord, ajo që është e sigurt është që ata janë një rast i admirueshëm si model veprimi të koordinuar dhe strategjik ndërmjet të gjitha pjesëve të shtetit, ndonse jo në drejtimin e duhur dhe janë një model që mund të ndiqet edhe nga vendet e tjera të rajonit ndoshta. Pra imagjino çfarë mund të bënin ata nëse këtë ndikim do ta përdornin për mirë, do mund të bënin çuditëra. Allahu i udhëzoft. Pika 52. E pyet intervistuesi lidhur me marrëdhënien dhe aktivitetin e Emirateve me generalin Hamiti dhe luftën civile që ai prej 2 vjetësh ka shkaktuar në Sudan. Pra përmendëm Egjiptin, përmendëm Libin, përmendëm Jemenin, po përmendim Sudanin, mund të përmendet edhe Somalia dhe mund të përmendet deri diku edhe Siria, dhe pse në Siri kanë ndështuar Emiratet. Të gjitha këto do të thënë janë gjëra që i ulin asaj qeverie pik në sytë e botës islame. Dhe lutem Allahun që ta përmirësoj këtë problem sa më shpejt. Pika 53. Përgjigjet se Emiratet shënjestrojnë një seri aktorësh lokal në për rajone të ndryshme, me të cilët krijojnë marrëdhënie të mira paraprake, të cilat mund të bëhen të dobishme në një të ardhme të mundshme. Pra punojnë në mënyrë të mençur pavarësisht se për keq, pra është diçka e djallëzuar. Pika 54. Shumë prej tyre mund të mos bëhen ndonjëherë realisht të dobishëm, por një pjesë, si rasti i familjes Hamiti, bëhen. Pra kuptohet që rendimenti i punës nuk do jetë 100%, por për ata ka rëndësi domethënë që ekziston një përqindje që për ta është e kënaqshme. Pika 55. Emiratet ofrojnë infrastrukturën e tyre shtetërore për pastrimin e parave dhe investime të ndryshme, depozitime ari në bankat të vendit, kthimin e tij në para digjitale, blerje armësh, transport me avion ose kargo ajror privat, kudo nëpër Afrikë e tjerë. Pika 56. Ata kanë ndikuar gradualisht në Sudan në këtë mënyrë, po ashtu edhe në Yemen, me vetë RSF-n e Hamitit, pra Hamiti ka ndikim edhe në Yemen përveç Sudanit, se nuk janë shumë larg nga njëra tjetra, po ashtu kanë ndihmuar Wagnerin rus të depërtojnë në mënyrë të rehatshme në Libi e tjerë. Pika 57. Ka shumë gazetarë që kanë investiguar dhe demaskuar për publikun mënyrën se si shumë armë vijnë nga Abu Dhabi në Çad ose në Uganda, pastaj në Darfur të Sudanit. Pika 58. Nuk ka njeri në Britani që e vë në dyshim këtë realitet për Emiratet, madje kjo është edhe një arsye pse janë ftohur marrëdhëniet e Emirateve me diplomatët britanik. Pika 59. Ndërkohë Emiratet kanë shumë para, nëpërmjet së cilave ose i bëjnë disa zëra nëpër botë të flasin mirë për to, ose të paktën të heshtin, pra çështja e korrupsioni. Pika 60. Ata kanë gjithashtu një nivel të admirueshëm mohueshmërie, sepse këto rrjete djallëzore nuk verifikohen dot asnjëherë që janë të lidhura me kryetarin e shtetit drejt për drejt, nga që ka shumë shtresa nga ku kalojnë lidhjet dhe çdo gjë realizohet përmes kompanive private ose gjysmë private. Pra ata përpiqen që ta ruajnë dhe të mos publikohet saç duhet aktiviteti i tyre. Pra janë bërë ustallar në këtë fushë, pikë si sionistët dhe sipas gjasave janë nxënës së sionistëve, Allahu di më së miri. Pika 61. Nëse ata ndihen në pozitë jo të mirë, thonë që ne si jemi zyrtarisht në këtë linjë, si qeveri qendrore e Abu Dhabit, por e pranojnë që ka disa elemente që përzjehen me këto gjëra të këqija në Dubai ose në pjesë të tjera të vendit, gjoja me një farë autonomie, ndërkohë që asgjë s'ndodh pa lejen e tyre, ose thonë që s'kemi lidhje me atë që bën filan kompani sepse është private.
Pra këto janë thjesht justifikime, por realiteti është gjë tjetër. Pika 62. Edhe në SBA, njëkohësisht nuk ka më njeri që e konsideron se ka mungesë provash për veprimet e këqija të Emirateve në vend dhe rajon. Pika 63. E pyet intervistuesi për ndikimin e tyre në Libi. Pika 64. Përgjigjet se Libia ka qenë fillimi i aplikimit të këtyre modeleve të ndikimit, ku merret kontrolli plot i një pjese të territorit të një vendi të huaj, nëpërmjet ndonjë milicie që furnizohet stër vitet dhe mbështetet prej tyre, dhe preferohet kjo gjë mbi mundësinë e ndarjes së ndikimit me aktorë të tjerë mbi gjithë shtetin e huaj. Pra kjo është ajo që preferojnë ata, qoftë edhe një copë ose një kafshat e vogël, por ama ta kontrollojnë të gjithën. Ndërsa disa vende të tjera kur duan të ndikojnë, mund të pranojnë që të ndajnë ndikimin në disa pjesë, ama ta kenë të gjithë territorin në ndikimin e tyre të një shteti. Pra këta kanë më shumë filozofi përçarëse ose coptuese ose shpërbërse, ndërsa vendet e tjera mund ta kenë bashkuese deri në një farmase, por kuptohet me objektivat e tyre që mund të jenë edhe për mirë, mund të jenë edhe për keq. Dhe faktikisht ka vende që i kanë të dyja llojet e objektivave dhe kjo dallon në varësi të personave që e menaxhojnë atë vend. Pika 65. Në Libi ata kanë mbështetur Khalifa Haftar që kontrollojnë lindjen e Libis, një territor shumë i pasur, nëpërmjet së cilit furnizojnë edhe vendet e tjera të Afrikës kundër hyjnë. Pika 66. Pas kësaj aplikuan këtë model në Yemen, pastaj në Somali dhe tani në Sudan dhe kanë pasur goxha sukses, sepse edhe nuk po i konkuron dikush realisht. Pika 67. Pra ata kanë gjetur boshllëk dhe po e shfrytëzojnë boshllëkun. Kjo ka bërë që rasti i tyre të jetë një rast shumë i admirueshëm nga një këndvështrim, se si një vend prej 1 milion banorësh të arrijë një nivel ndikimi si një fuqi e mesme. Imagjinosh pak a shumë se kur të krahasohet Shqipëria me vende që mund të klasifikohen si fuqi e mesme. Më pas, pika 68, pyet intervistuesi që a nuk përbën problem për Emiratet fakti që rezultati i aktivitetit të tyre në këto vende ka qenë ngritja në mënyrë të theksuar e nivelit të kriminalitetit. Kjo është gjëja më shqetësuese që ka ndodhur në vendet ku kanë ndërhyrë Emiratet. Përtej faktit që vidhen pasuritë, përtej faktit që pastrohen paratë, përtej faktit që bëhen shumë gjëra të jashtëligjshme, mirë po flasim edhe për raste genocidesh dhe për krime kundër njerëzimit. Dhe kjo domethënë nuk është një gjë që është e papërfillshme dhe mund të kalohet për shembull, si të thuash, pa u vënë re ose pa merituar vëmendje. Pika 69. Përgjigjet se përkundrazi Emiratet e përdorin këtë si një mjet për të reklamuar qëndrimin e tyre, ku përdorin bandat private të financuara për të goditur terroristët, që në fakt janë thjesht shoqëria civile e vendeve përkatëse, që nuk janë fare terrorizmi në fjalë, sidomos në Yemen dhe sidomos kundër vëllazërisë muslimane. Pika 70. E pyet intervistuesi për rastin e Sirisë. Pika 71. Përgjigjet se Siria ka qenë një humbje strategjike për Emiratet dhe e kanë pranuar rezultatin me pragmatizëm. Dhe për këtë ne përgëzojmë popullin sirian që ka arritur me sukses që ta largojë një ndikim të tillë negativ, të cilin nuk e kanë larguar dot popujt të tjerë që ndoshta mund të jenë edhe më të mëdhenj se sa populli sirian. Pra kjo është padyshim një gjë për të vlerësuar, ne lutim Allahun që të ndihmojë Sirinë dhe popullin sirian që të përmirësohet, të zhvillohet dhe të rregullohet sa më shpejt. Pika 72. E pyet intervistuesi për natyrën e marrëdhënies mes Izraelit dhe Emirateve, duke qenë se ata haptazi kanë mbajtur anën e Izraelit gjatë genocidit në Gaza. Kjo është një nga gjërat më negative që kanë të bëjnë me Emiratet dhe me çdo lloj vendi tjetër i cili ka mbajtur qëndrime të gabuara gjatë tufanit Aksa. Në këtë gjë Emiratet janë kampion për fat të keq. Pika 73. Përgjigjet se Emiratet janë kampionët e veprimtarisë së akordeve abrahamike. Akordet abrahamike nuk janë gjë tjetër veç se një njohje zyrtare e vendeve arabe, të cilët janë pasardhës të Abrahamit, pra Ibrahimit a.s., njohje e territoreve të pushtuara që janë marrë nga Palestina për t'ia njohur ato Izraelit dhe për të thënë që okay, këto i keni ju dhe nuk
kanë palestinesët punë me to. Këtë nënkupton praktikisht akordet abrahamike, normalizim të marrëdhënieve midis vendeve, vendosje ndoshta edhe të mundësisë së bashkëpunimit ndërmjet tyre në formë zyrtare, se në formë jo zyrtare ekziston tashmë. Këtu mund përfshihet edhe Arabia Saudite edhe Jordania edhe Egjipti me aq informacione sa kemi dëgjuar dhe lexuar deri tani. Por se Emiratet domethënë janë në vend të parë të kësaj gjëje sepse janë edhe më publik në krahasim me të tjerët. Pika 74. Dhe janë quajtur akorde abrahamike sepse supozohet që të dyja palët ta kenë origjinën nga Ibrahimi alayhis salam, qoftë arabët, qoftë hebrejt, po faktikisht këta hebrejt që janë në Izrael, ata nuk kanë lidhje fare me Ibrahimin alayhis salam as nga aspekti i fesë dhe as nga aspekti i racës, i gjenealogjisë, sepse këta janë Çifut Ashkenaz, pra kanë ardhur nga mbretëria Khazarit në Europë, pastaj nga Europa kanë emigruar në Palestinë dhe tani po emigrojnë në Shqipëri sepse kuptojnë që në Palestinë nuk kanë më vend. Ne lutim Allahun ta çliroj Palestinën sa më shpejt dhe gjithashtu ta çliroj Shqipërinë sa më shpejt dhe të gjitha vendet që kanë nevojë të çlirohen nga ky virus dhe ky kancer. Pika 74. Si Izraeli, ashtu edhe Emiratet janë në të njëjtën linjë në luftimin e çdo lloji shoqërie civile në botën islame dhe preferojnë fuqimisht prezencën e diktaturave me të cilat ata dhe amerikanët mund të merren vesh. Pika 75. Emiratet e përdorin këtë marrëdhënie me Izraelin edhe për t'u afruar më shumë me Amerikën. Faktikisht Amerika deri tani akoma nuk është çliruar prej Izraelit, por në rast se arrin të çlirohet, atëherë do të ndryshojë gjithë pamja e këtyre gjërave që ne po përshkruajmë aktualisht. Dhe unë personalisht mund të them që më së shumti, ndoshta 60% ose 70%, anojmë nga mendimi që kjo gjë do të ndodhi në pak vitet e ardhshme inshallah. Pika 76. E pyet intervistuesi se si mund t'i bëhet ball fushatës së Emirateve, ndërkohë që ata kanë arritur gjithë këtë sukses. Pika 77. Përgjigjet se ata kanë përfituar shumë nga rrethanat, pasi Shtetet e Bashkuara kanë qenë pothuajse të pa angazhuara në Afrikë dhe në territoret ku Emiratet kanë vepruar, po ashtu edhe vendet e tjera arabe të pasura nuk janë përfshirë në ndonjë garë të mirëfillt për ndikim për shumë kohë, ndaj ka pasur një boshllëk të cilin Emiratet kanë dashur dhe kanë ditur ta shfrytëzojnë. Kjo është fatkeqësi domethënë për popujt përkatës që kanë rënë prej këtij ndikimi. Pika 78. Mirë po gradualisht, më vonë Katari dhe Arabia Saudite janë kundërvënë Emirateve në shumë prej çështjeve që përmendëm, si në Libi, në Sudan, në Yemen, në Somali, në Siri, dhe nëse në fillim MBS, që do të thënë Mohammed ibn Salman, prisi faktik ose princi i Arabisë Saudite sot, erdhi në skenë në hijen e MBZ, do të thënë Mohammed ibn Zayed, pra prisi i Emirateve, tani po ndjek një linjë më vete. Pra me të vërtet ka qenë pak a shumë i varur prej tij në fillim, por tashmë mund të konsiderohet deri diku më i pavarur. Pika 79. Intervistuesi pyet për censurën në Emirate. Pika 80. Përgjigjet se sapo ti shkel në Dubai ose Abu Dhabi për shkak të bashkëpunimit të ngushtë të Emirateve me Izraelin, sidomos në sektorin e spionimit dhe inteligjencës, çdo informacion që qarkullon në përpajisjet e tua automatikisht përgjohet edhe nga shteti dhe rrjedhimisht Emiratasit flasin hapur, vetëm kur janë në pushtete të tjera, edhe atëherë me frikë se nuk i dihet. Pika 81. E ngacmon intervistuesi duke i thënë se zbeson që ai do të shkojë së shpejti për pushime në ndonjë plazh të Dubait me sa duket. Pra analisti nuk do të shkojë për shkak se merret vesh, domethënë shkrimi apo intervista apo emisioni që ka mbajtur analisti, dhe kjo gjë domethënë i prish punën në rast se dëshiron të shkojë në Emirate. Pika 82. Përgjigjet se sigurisht që jo, sidomos mbas këtyre lloj intervistash dhe shkrimesh dhe më pas e mbyllin emisionin. Këto gjëra janë shumë interesante për tu studiuar në realitetin tonë bashkohor. Mund të duken edhe të çuditshme, duke qenë se ne e përfytyrojmë sikur këto vende duhet të jenë shumë në përputhje me fenë islame dhe popullatët e tyre duhet të jetojnë një jetë shumë të këndshme, të udhëhequr nga parimet sheriatike, por se realiteti është që rajoni ka probleme. Ne lutim Allahun që t'i përmirësojë këto probleme dhe t'i kthejë gjërat në normalitet, t'i kthejë muslimanët në fazat e lavdisë që kanë qenë më përpara dhe t'i përmirësojë në këtë botë edhe në tjetrën.
I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. رحمن